A mund të themi tashmë se kjo betejë brenda Partisë Socialiste është kthyer në një betejë midis Edi Ramës dhe Erion Veliajt për ta eliminuar politikisht këtë të fundit, por tashmë edhe në aspektin e përballjes me drejtsinë? Shiko, Erion Velia politikisht ka vdekur. Vetëm tani ka mbetur varrimi politik. Varrimi politik do t'i bet me vendimin e formës pret gjykatës. Politikisht Erion Velia ka marrë fund, nuk ka asnjë mundësi më, ka më asnjë mundësi që ai të kthehet në politikë më, sepse akuzat për të cilët ai, ose mund të themi se akoma jemi tek faza hetimeve, pretendimet e prokurorisë për ato që ai ka bërë janë goxha të provuara, se s'mund të themi që nuk janë të provuara, por mos harrojmë që vetëm me këtë akuzë Erion Velia ka mas dënimi të lartë. Po nëse nesër do t'i komunikojnë edhe për inceneratorin e Tiranës, apo për 5D, apo për aferat të tjera, si do shkoj kjo histori? Që Erion Velia nuk mendon më tani për jetën e tij politike, ëndrrat që kishte ai për të bërë kryeminist dhe t'i zite vendin zotit Rama, se kjo ëndër e mori me qafë zotin Velia, që Edi Rama e futi në burg. Problemi është që Erion Velia nuk e ka mendjen aty më. E mblodhi mendjen me politikën. Kështu që nuk ka zoti Rama se llogarit më fare Erion Velin, as e ka mendjen, nuk e ka më në mendje fare, se ja ka marrë të gjithë pushtetin edhe atë pak pushtet që kishte mbetur në Bashkinë e Tiranës. Madje të them diçka, dhe njerëzit që Erion Velia kishte mbështetje, disa zoti Rama nuk i ka kandiduar më, disa ata të tjerët si zoti Xhafa me shok i ka lënë në listë të hapur dhe ka dhënë orientimin në elektorat që asnjë prej këtyre mos të votohet më. Pra, që ata mos të jenë më në parlamentin e ardhshëm, pra asnjë nga klani zotit Velia të jetë në parlamentin e ardhshëm. Çfarë po ndodh me ish-ministren Olta Xhaçka, për të cilën gjykata ka marrë vendim duke i kërkuar SPAK-ut që të nisë hetimet sa i përket, po themi, pronave në Himar, ku ndaj saj ka një kallëzim penal, por edhe ndaj bashkëshortit saj Artan Gaçit. Shiko, zonjës Xhaçka i bën një nder shumë të madh prokuroria e posaçme. I bëri nderin, pra ja bëri çokën. Që do të thotë, dënoi zotin Goro, që ishte pjesë e kësaj dosje, ishte në këtë po të njëjtin kallëzim me zonjën Xhaçka, dhe mendoi që duke çuar në prokurori, në gjykat, dosjen vetëm me zotin Goro, aty do mbyllej gjithë kjo histori. Po jo, kjo nuk mund të mbyllej aty, se siç e thash dhe pak më parë në hyrje, që nuk mund të kemi korrupsion pasiv apo shpërdorim detyre pa nxjerrë në konkluzionin ky kryetari i bashkisë në funksion të kujt e shpërdoroi këtë detyrë. Për kë e bëri këtë shpërdorim detyre? Për kush ishte përfituesi nga ky, ose humsi më saktë, nga ky shpërdorim detyre? Se shpërdorimi detyrë është e parashikuar në nenin 248. Dhe thot diçka. Me veprimet dhe mosveprimet e tua i ke sjell shtetit dhe individëve përfitime materiale ose dëmtim në pasuri e kështu me radhë. Që do të thotë, zoti Goro me vendimet e tij i kishte sjell një dëm individëve në favor të zonjës Xhaçka dhe bashkëshortit të saj. Dhe si do ishte kjo dhe logjika të shpije që, okej, është përdoruar detyra, po kush ka humbur nga kjo shpërdorim detyre? Ai qytetari që vjedh prona. Kjo prona që ishte bërë me falco, në funksion të kujt ishte? Ishte në funksion të investitorit strategjik që ishte zonja Xhaçka me bashkëshortin. Atëherë, si ka mundësi që ti merr kryetarin e bashkisë dhe nuk merr personat që kanë përfituar nga veprimet dhe mosveprimet e kryetarit të bashkisë, që do të thotë ata duhet të ishin hetuar. Nuk e di nëse duhet të ishin dënuar, sepse dënimin nuk ta jep prokuroria, ta jep gjykata, por prokuroria duhet ta kishte hetuar
pastaj ishte gjykata e do vendosë pajësinë e tyre. Dhe në këtë kuptim, gjykata, duke bërë një analizë të kësaj situate, që unë e përmenda pak më lart, që ajo çështje penale duhet hetuar në tërësinë e saj, në të gjithë personat që ishin aty, vendosi ta kthente dosjen pas dhe ta detyroj, sepse kodi i procedurës në enin 329 e ka të përsaktuar që prokurori, që gjykata ku konstatoi që prokurori nuk i ka kryer hetimet plota, ka të drejtën e tij të drejtën ta kthej çështjen në organin e procedurës për të regjistruar procedimin penal. Është e përcaktuar kjo. Nuk ka bërë asnjë veprim të palishëm gjykata. Është e përcaktuar kur prokuroria nuk vepron me marrjen në përgjegjësi penale të një personi dhe provat janë aty, gjykata e orienton prokurorin që të regjistrojë procedimin penal dhe të ndaj personave dhe ta çojë çështjen në gjykatë. Pra, deri këtu jemi okay me ligjin sipas gjykatës, për veprimin që ka bërë gjykata. A mund të themi në këtë rast se Edi Rama e ka shitur Olta Xhaçkën dhe nga ana tjetër a do të ketë të njëjtin fat Belinda Balluku? Shiko, Olta Xhaçka, zoti Rama e ka mbrojtur sa nuk besoj do mbronte edhe lindën, ai shumë sa ka mbrojtur Olta Xhaçkën. Pse do thoni ju? Sepse ju besoj e mbani mend çfarë ndodhi muaj më parë me atë ping-pongun e madh, gjykatë kushtetuese kthe në parlament, shko gjykatë kushtetuese kthe në parlament, pastaj shko parlamenti e çon në komisionin e Venecias çështjen dhe në fund priti pastaj u bë kjo zvarritje procedurale që i dha mundësinë zota Xhaçkës të mbyllte mandati, siç dhe e mbylli, apo. Dhe në fund fare arritën në përfundimin një interpretim banal ky nga deputetët ignorant të Parlamentit Shqipërisë, e shumica aty, jo shumica, por 99% janë në kushtet e mediokritetit dhe ignorancës juridike, që arritën të interpretojnë vendimin ose sugjerimin e Komisionit të Venecias si një fitore të tyre që në fakt Komisioni i Venecias bën orientime edhe nuk jep vendime. Gjithsesi, të arritur tek ajo pyetja juaj që zoti Rama e ka mbrojtur në mënyrë ekstreme zonjën Xhaçka. Kjo është historia. Pastaj zoti Rama po të donte ta lëshonte, mund ta lëshonte, e linte jashtë listave, po jo e ka futur në listë për deputete, padyshim jo në listën e sigurt, po e ka lënë në listën e hapur. A fiton, a nuk fiton, pastaj kjo është diçka tjetër. Por zoti Rama e ka mbrojtur në mënyrën më ekstreme të mundshme, duke marrë parasysh, duke bërë krahasime me zotin Ametaj, që zoti Rama nuk i dha si mbrojtje, e braktisi në mënyrën më të turpshme me ekstreme të mundshme. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Falenderit juve dhe kënaqësi si gjithmonë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.